Kryeministri Edi Rama është drejtmarrjes së mandatit të katërt me 4.925 qendra votimi të numëruara nga 5.225 në total. Partia Socialiste kryeson me mbi 52% të votave, ndërsa Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipëri Madhështore ka arritur të marrë 34.49%. Koalicioni Shqipëria bëhet dhe PSD ka një diferencë të vogël dhe vendi i tretë në renditje, lëviz midis tyre. Rama nga 74 mandate që siguroi në vitin 2021, në këto zgjedhje ka shkuar në mbi 80 mandate, ashtu sikurse deklaronte edhe gjatë fushatës elektorale. Nga ana tjetër, PD ka humbur mandate. Në vitin 2021 koalicioni opozitar arriti në 63 mandate, ndërsa këtë herë në vetëm 52. Mbetet për të parë se çfarë lëvizjesh do të bëjë Partia Demokratike pas kësaj humbjeje, megjithëse duket që do të shkojë te kontestimi dhe akuza për manipulime nga partia në pushtet. Kujtojmë se në zgjedhjet e 11 majit, pjesëmarrja ishte rreth 42%, edhe kjo në rënje krahasuar me zgjedhjet paraardhëse.